Fushata dhe funerali i televizionit nga Lutfi Dervishi. Zgjedhjet e 11 majit nuk janë vetëm prova e zjarrit për 11 partitë koalicionet, por edhe paralajmërojnë edhe fundin tragjik të televizionit si pushteti 4. 10 ditë para heshtjes zgjedhore dhe 11 ditë para ditës votimit, kryeministri Rama nuk është faqur në asnjë studio televizive. Zero debat, jo, por as intervistë, bisedë, nuk ka pse, nuk ka nevojë. Nuk është thjesht Rama që ka zgjedhur të braktisë median tradicionale, është vetë televizioni që ka hequr dorë nga misioni i tij. Fushata nuk raportohet më nga gazetarët, por nga partitë. Rama komunikon me publikun direkt 2 herë në javë në Facebook dhe Instagram përmes rubrikës TMS, fundjavave dhe flasim, podcastin e tij personal, po televizioni. Ritransmetojnë, bën copy-paste. Bëjnë sikur japin lajme dhe sot ngren duart lart si një notar pa ujë. A janë këto zgjedhjet e para ku televizioni është në koma? E kemi parë gjatë këtyre javëve fushata pa gazetar në terren, pa studio, me protagonistë dhe debate reale. Televizionet po kthehen në limon të shtrydhur gati për tu flakur në kosh. Por e vërteta është edhe më e hidhur, televizionet nuk janë viktima, janë bashkëpunëtor. Humbën besueshmërinë, duke u goditur në megafon politikës, duke i shërbyer pushtetit në vend që ta sfidonin atë. Televizioni shpërdoroi besimin kur të gjithë nga mëngjesi në mëngjes zbuluan bisedat në studio ku i papuni pyetet si kryeministër dhe Firauni si të jetë profet. Ç'është sot një emision politik? Marrim 2 andej, 2 këtej, u japim nga një gotë ujë dhe presim cirkun pa akrobat, fjalë të mëdha, akuza bajate, të revoltuar me telekomand, por asnjë ide, asnjë përplasje të vërtet mendimi, asnjë debat ku fiton logjika, asnjë analizë, asnjë koment për të qenë. Llomotitje. Në një mjedis të tillë, llokoçitje, liderët politik logjikisht nuk kanë më nevojë për televizionet. I bëjnë vetë të gjitha dhe fushatat i montojnë vetë videot, i shpërndajnë vetë në rrjetet sociale, ndërsa televizioni bëhet thjesht pasqyrë shesht që reklamon vetëm atë që pushteti dëshiron të tregojë. Lideri raporton për veten, gazetarët raportojnë për liderin. Është një fakt brutal, sot partitë dhe kandidatët shpenzojnë më shumë para për reklama dhe prezencë në rrjetet sociale se sa në televizion. Jo aq për faktin se platformat online janë më të lira, por sepse televizioni ka humbur besimin dhe përjedhoi edhe pushtetin që kishte. Në shumicën e edicioneve të lajmes sot sheh lajme që i ngjajnë deleve që i qeth një bari. Lajme me të njëjtin këndvështrim, me të njëjtin sinkron, me të njëjtin titull, me të njëjtin narrativ. A ka më shpresë? Nëse ndonjë ende ka ndërmend të mbijetoj, ka vetëm një rrugë, të refuzoj servilizmin dhe të rifilloj të drejtën dhe të rifitoj të drejtën për të pyetur, për të vënë siklet, për të kërkuar llogari, të heq dorë nga modeli i talk show fast food dhe të kthehet te gazetaria e vërtetë. Ose shoshit premtimet dhe hulumton ose përfundon si një relike muzeale, një dekor që vjen nga koha kur fjala kishte peshë dhe media pushtet. Në të kundër duhet pranojmë, pushteti 4 është në vdekje klinike dhe vdekja nuk po vjen nga një atentat brutal. Është më shumë tentative të vrasje ngadalë të turpshme, pas një tentativ për shpëtim.